ne të gjithë këtu, në masën 80% jemi rritur nga prindër që kanë jetuar në diktaturë mendore. E ta harrojmë ne që do të arrijmë dot të ecim përpara duke kopjuar mot, do thoshte populli folkloristik, botën e huaj, memet e huaja, stilin modern të veshurit, apo ndonjë gjë tjetër. Kjo është një situatë të cilën as e kalojmë dot me një klik, as e kalojmë dot me vullnetin e mirë, dhe do ta vuajmë për ta harruar dhe për ta kapërcyer. Por nuk ka gjë më të shenjtë se sa vuajtja. Ndokush do prisë të thoja se sa gëzimi, do t'ju a them vetëm. Por nuk ka gjë më të rëndësishme se sa vuajtja. Është vetëm një gjë që gërvisha dënon tonë. Shkenca thot, çdo gëzim, çdo lumturi nuk shënjon asgjë në ADN. Reja e qesh të vjetrën, sepse ne i përcjellim asaj me ADN-n ton gërvishjet që ka shkaktuar eksperienca që na ka dhënë. Kjo është një anë. Ana tjetër e medaljes është, përveç gjenetikës, është vullneti personal njerëzor. Dhe nëse kam një thirrje për nënat, gratë, vajzat, mikeshat e mia që e bëjnë këtë vend, dhe do ta bëjnë këtë vend, është një thirrje që cituar anglisht do ta quaja break the cycle. Thyeje ciklin. E këtu nuk do zgjatem, po vetëm do t'ju a them, nëse ju ngacmon, do jetë gjë e mirë. Mua, jo vetëm ka ngacmuar, më ka shoqëruar. Ne jemi rritur të gjithë në familje, në mos me dhunë fizike, me dhunë mendore, po. Kjo është vërtet ajo. Po t'i pyesësh prindrit tanë, pse janë sjellë kështu apo ashtu, din të thonë, kështu bën edhe me ne. Kështu na rritën, kaq dinim. Detyra jonë në këtë epokë tranzitore, politikisht tranzitore, shoqërisht tranzitore, nga pikpamja kulturore tranzitore, është të thyejmë ciklin. E keqja të ndaloj tek ne. Mos ta përcjellim atë. Kur Lina më tha, fol për çfarë duash, e vetëm e gjë që dua të flas dhe e kam, sidomos me mikesha dhe në këtë lloj audience, e kam të rëndësishme shumë ta përcjell se si më ka ardhur mua realiteti im. Pak jam filozof, pak kanë mbetur filozof në këtë botë. Gjithë mund të ndajmë atë që dim për veten tonë. Nëse e ndajmë sinqerisht, kemi bërë një gjë. Nëse ajo që ne ndajmë i ka thënë diçka dikujt që i shërben në rrugtimin e vet, atëherë si të gjithë ne marrim nga njerëz të tjerë që kanë eksperiencë, qofshin të mëdhenj apo të vegjël, unë besoj që ne duhet shfrytëzojmë absolutisht çdo. Nuk i ndajmë sot njerëzit me kaq përvojë edhe sa kanë më të mëdhenj të vegjël. Madje mendoj që ne përfitojmë pak nga njerëzit e përditshëm, nuk dua të them të zakont. Dhe ajo që më ka bërë përshtypje gjithmonë, sa jam vendosur përballë audiencave të gjëra, është pyetja që më vjen nga gratë, po si është ti je grua në politik? Po si është ti je grua në media? Po si është ti je grua? Padyshim përgjigje që ja kanë dhënë gratë të mëdha dhe meriton Thecherit i thuhet grua e madhe pa asnjë kompleks. Kur e pyetën si është ti je grua në politik, tha se di s'kam qenë ndonjëherë burr. Sepse nuk di se si mund pyesësh një ajrin çfarë është thjesht ajër. Është pyetje ekzistenciale. Nuk ta kthen dot përgjigje njëri në rast se nuk është Zot. Dhe një nga inatet madhore që kam në të gjithë diskurin publik të vendeve në tranzicion akoma, është bëhet kjo pyetja, si është ti je grua në filan gjë? Çfarë është një grua? Është një njeri. Është një njeri. Në një nga kongreset e partisë,
me 3 fjalisa, aq lejohet në protokoll politik, kam thënë, kam njohur burrat vegjël, kam njohur burrat mëdhenj. Kam njohur gratë vogla, kam njohur gratë mëdha. Kam njohur njerëz vegjël, kam njohur njerëz mëdhenj. Dhe unë besoj që mes jush, nëse do përcjellin një mendësi është të lutem, mos më pyet më si grua apo si burr, më pyet si njeri. Më pyet si njeri. Sepse një njeri nuk është gjë tjetër veçse një mendësi, një gjendje shpirtërore, mendore dhe një gjendje, le të themi, e të ardhmes se si projektohet ajo. Dhe në ka një gjë që ja them çdo të reje dhe të riu, ju betohem që bekimi më i madh që kam në jetë është që me gjithë defektet e rritjes së secilit nga ne përfshirë mua, një gjë nuk e patën defekt ata që më rritën. Nuk më rritën si një vajzë. Ndoshta e tepruan në përgjegjësi me mua, por nuk munguan kur të më jepnin një sens rehatie me ekzistencën time. Dhe gjëja më e rëndësishme është të mos diferencohemi nga të tjerët në mënyrën se si na shohin, i shohim e tjerë, të diferencohemi në ndjesi, gjendje, mendësi. Nuk kam dashur të di asnjëherë nëse treqëregu i audiencave intrigante, kur ushqehej nga media kundërshtare në politik, mendonte që isha një grua me 2000 epitete që nuk ekzistonin dot. Tek unë. Kam bërë një jetë vërtet. Ju a them bindur këtë, me kostot e mia. Bravo. Kam bërë një jetë vërtet, kam dashur si kam dashur, dua si dua, nuk e tenderoj këtë. Dua të dua. Dhe sot, nëse kam një parim në aksionet e mia aty, me punën që bëj aktualisht, nëse më thonë ndonjëherë, po mirë se do duket sikur ky është miku jot, sikur ajo është mikesha jote, Krisht duhet duket. Duhet. Ju fusin gjithkohën në komplekse të caktuara, të tipit s'është kjo profesionale, s'është kjo gjë e dur. Njeriu duhet largohet her pas here dhe të ndjekë vetëm nuhatin e vet. Këtë grupin e vet. Këtë ata që i shikojnë shpinën, këtë ata që i beson, këtë 3 njerëz që i konfidon, këtë 5 njerëz që e shohin ashtu si ai don. Njeriu nuk arrin asgjë në jetë pa të vetët. E të vetët janë një ushtri e jashtëzakonshme që të bëjnë general dhe kur je ushtar. E mos harroni kurrë. Por, sikur gjërat ishin kaq të thjeshta, që mjafton të thuheshin, të brendësoheshin, e pastaj bëheshin, nuk do na duhej rrugtimi secilit. Në fakt nuk janë aq të thjeshta. Por gjërat më të komplikuara janë gjërat e thjeshta. Që do të thotë, filozofia ka thënë, çfarë i qëndron ndryshimit, vetëm ndryshimi. Gjithçka rrjedh, e pam të re, gjithçka rrjedh. Çfarë i qëndron ndryshimit, është vetë ndryshim. Nevoja e njeriut për të progresuar, për të ndryshuar, për të ecur përpara, është një gjë që na zgjon për ditë. Një nga gjërat që e heqin këtë modus vivendi, këtë modus jete, është paragjykimi i mesh. Një nga gjërat që gratë i ka goditur pafund është një gjë që vazhdon të jetë shkruar në gurët kilometrik kulturor shqiptar, që gratë nuk i duan gratë. Që gratë shohin shtrembur gratë. Jo, njerëzit me ambicie, njerëzit me zili, që janë të ndryshëm nga ato me ambicie, njerëzit e vegjël nuk i duan njerëzit e arrirë, nuk janë gratë.
lufta, mikeshat e mia, që bëhet mes burrave, është e frikshme. Por negociata që bëhet mes burrave është mjeshtërore. Unë mendoj që i kemi dhënë shumë pak fokus të kuptojmë se si burrat interaktojnë dhe ndërveprojnë dhe të mësojnë. Nga fakti që shoqëria njerëzore i dha mundësi për 1000 arsye të arsyeshme që burri të dalë në jetën publike me qindra vite para nesh. Dhe ajo që ata dinë është që mua më shokonte kur isha në politikë dhe kudo tjetër, është që ata zien këtu, pajtohen këtu. Është që ata shahen këtu, negociojnë këtu. Është që ata shahen deri në fund me gjithë emrat e organeve gjenitale dhe nuk ka asnjë problem t'i thonë njëri tjetrit hajde lujmë lojë. E të rinë deri në orën 4 të mëngjesit dhe pastaj të kthehen në 5 dhe bezdisen nga gruaja që është bërë xheloze që si ka ardhur deri në 4. Kjo sjellje sociale që e bën burrin më të lirshëm, me gjendjet e veta, shpërthyese, negociatore, vijon gjithashtu në ekonomi, vijon gjithashtu në shoqëri, ku ti e shikon që në gjithë librat e menaxhimit të thonë një grua nuk negocion për pagën, një burr negocion gjithkohon për pagën. Një nga problemet më të mëdha që kanë gratë është, po s'ka gjë, se unë do ta bëj këtë punën me dedikim plot, po mua pëlqen puna, po se kjo, po se ajo. Burra thonë, e sa do marrëm aty? E sa do marrëm aty? Për çfarë do ta marrëm aty? Tuk e ky rreshti, një 2 zonja njoh unë që din të bëjnë këtë. E kam hequr kapelen prej kohësh. Edhe shikon që martesa më e shtrenjtë që kanë, ose i kanë munguar dashurit. Është martesa me veten. Lëm më janë emrat individual, në rast se kjo nuk kthehet në një kulturë sociale, atëherë nuk kemi fituar asgjë. S'vjen pranvera me një lule, sa herë që më lavdronin në për komente, aty ku isha, po mirë është ajo, po s'vjen pranvera me një lule. Megjithatë shumë lule nuk duan. Shumë lule nuk duan. Unë mendoj që ky vend nuk është se po i mungojnë 1000 veta. Drejtë ta hajnë, po i mungojnë maksimalisht 100. Dhe 100 unë i gjej këtu.